Po, hajde Besar bëjmë këto letra. Edhe sa drejtimi? Edhe një 10 minuta edhe kryu. Okej. Ka të zojtë do... Bire Besar. Se? Hamë. E rukje betës në bën një voa. Bon. Qa bon ve u Besar? Qa bon ve? Besart. Qa bon ve? Besart. Besar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Besar. Mos bënaj gore, Besar. Se e kozanot. Besar, qudo? Qu Besar. لا يزد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Qu bëjo Besar? لا تأخذه سنة ولا نوم Qu bëjo Besar? وما في الأرض من Besar. يشفع عنده Hej, që li besyjt Allah. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء Qu bëjo Besar? وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده Qu bëjo Allah rrejt qute? وهو العلي العظيم شوف Me li بسم الله bëjmë بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Qu bëjmë mos bënaj gore, السميع Besar. العليم من الشيطان الرجيم A për mes jemi njërë borë? بسم الله بسم الله Samir. بسم الله بسم الله Ty bësi. بسم الله Mirë e tash. Tash e mirë. Qa ki be këtë? Qa ki be qa po këtë? Mos bënaj gore, Besar. Kusë vot, që kena pa? Dojsh. Rëq shtu pa. Ha? U më qu? Që përdo gjithë kënë njeri. Ty bësi. Qa ki e borë? Ha? Po shaki o vlo? A bën me ditë? Pse shaki e pa qep këto kuqa për në tyrë? Mos bënaj gore, për me ki pa qep jenë? Që të bënë bona qollë? Ty i pistik fa. Po mu jem rri. Pira, t'ja bjellë një astek avokatit. Po, Se ja mora një obris. po, shkojnë agent. Ishtë t'ja bjellë. Keni për obrite. Bare shiva jem. Boj. Mama e fatojta. Po të lak ku janë bre. Të kështë të imi gojtë. Shtu se kesë këna lënë pa. Po bre, A pëdën jo? në Si shkeme gëllë? të kesh. Ja mirë. Në A pëdën mo? Hoqa, a pëdën jo? Jo jo falënderit jo A pëdën ti mo? Jo. A pëdën jo? Jo bre, jo. Shumë. A o shumë? Mirë, ja mirë, hajtë. Ma mirë për Po, dhe? Në bazit për fillimit. Ja, bëjmë edhe he. Jo më shfarë. Vlave, me bollë dhe në fillimin. Vallaj, Ta shkojmë. Hajde, mjo. Pi blogit, po pi blogit. Jemi këtëj prej blogut të portë të marketingut. Në ndodhë një me pazit se kësha lyp letrat burë. I e të dajnë, në të mënu që të bajë, gore valojmë këtë. Po ja gjia dela gjysën e ujtë në kryje së që njeri. Besar ta e mirë tash, po. Apo që ndodhe në rostët. Po këti ndodhe për me burë pa prej kërkosh. Se shkeli ligjin, këta duhe kanë fjollën. E, a gjestën e kom po që orzuam, dhe pa ti kam shumur kjo. Ky pa shumë kërkosh orzuam. Se më shërë mu se pamë kur fa ligje se shkeli. Këta 2 mujnë me dho vendim. Po kjo avokati, psikolog, avokati nuk o qumë një mu se ka thonë ati më së të mbrok rajve për penolit. Ma lëmë fojnë mua, të kësë. Nuk marrë pjesë. Pak më bëjë din ligjet Tu e qa qujnë një mu, të me avokati sliverit e Unë psikologi. jam për procedura, mos anë. Pasi si të gjerët A dhe që ti vetë me vete, e shqyqyrë që ndu dhe shonë vjetë une. Edhe ju lumë dhe avokati. E ku pas një një farë se shtë. Ta ngoj një unë e lojme. Dhe dha, sa s'pas ka po sot, s'ka mytë kërkur. E, do në tek një fenomen që të më thonë ka ndodhë, realisht ju që na po dojna me botë modë ose me po buj, po ndodhë një fenomen të mënë atje në Top Channel në Shqipëri. Dhunë, do më thonë, drejt për drejt në televizion. Po, ja, Çka mendon ju për atë rast, avokat? Të fillojmë për ti. E por është edhe, nështë edhe luj e show që po zhvillohet dhe është bërë tash si praktik që me pas konflikte mes... Show që është të mja qitë synin për taj njeri ta?
Po them që mund të jetë pjesë e shoh, po ajo ke faktikisht një vepër penale, e cila u trajtu si vepër penale, dhe u arrestu në mënyrë publike nga policia e Shqipërisë, u trajtu dhe u largu, më duhet. Është u largu se nuk e kam përcjell me vëmendje, por besoj që dhuna në shoqëritë demokratike shqyr, edhe të shqiptarët pra në Shqipëri dhe Kosovë, është e patolerueshme, është e sankcionueshme dhe secili ka më nënshtru procedurës penale. Dhe jozja si quhej, ju nënshtruan të njëjtës procedurë, ndërsa aspektet tjera janë për të... Ja, monit për shembull se ku dëgjoj ose që Dëgja është përpara në kodin penal të se din këto aktuale nuk e kum por në kodin penal përpara të Krahinës ka shkruar që rroja është marrëveshje fizike ndërmjet polëve. Po ku ka interesant se tërë. Pra, kur përfundon me fjalë, thonë, bëjmë marrëveshje fizike, i bie si këmbë ta ai, kimë më ai, këmbë të gushtu. Pra është një, pra kur përfundon fjalë, smerresh me fjalë, ja hen diku, atëherë kemi të bëjmë me marrëveshje fizike. Bile na shqiptarët kanë pas kur bisedojmë me vjetë shumë hajtë se merrem fizikisht veshën e po. E pa mund me përdor që për shembull gjësi si denigrimi figurës, si personalitetit. A është vepër penale kjo burr, domthonë me për kanë. Për çet personin fjalë që i kam shoh atij. Po ja, tash është kryesi veprës penale, trajtohet në procedurë penale, besoj që ka më dënuar me ndaj burgim me kusht apo me gjob, se di çu ka kodi penal i Republikës së Shqipërisë, gjeste është viktim këtë rast, ndërsa aspektet tjera janë të shoh, tash s'po di është. Në tanë për shembull, mund me përdor gjëse ndaj diçka. Për çka? Po për shembull me bënaj padi për denigrim figurës, personalitetit. Po mundet sepse nuk është lehtë para 2 milionë shqiptarë të shumë shpirtërore, shumë e vërtetë është. Në bazë të ligjeve të Kosovës, po në Shqipëri besoj që janë, e kemi ligjin për mbrojtje të detyrime. Pa dosh me ofenduar dhe media të tjera dyqysh në Kosovë janë apo si tabele çitës. E kemi të rregulluar me këto, por shumë pak Kosovë përdorëm në 183 është dhimbje shpirtërore janë të kompenzueshme me të holla. Por duhet një procedurë, duhet një raport psikiatrisë, kanë punë ekspertat si këto që është Naimi, Telaku i nderuar. Unë zakonisht i sugjeroj po, dhe kam 2-3 raste të fituar për dhimbje shpirtërore edhe në kontest punë, që është shumë interesant. Kalim te psikologu, se bash psikologët i takon me ful, domethënë sa ndikan dhuna e shfaqur nëpër televizion, nëpër media. Domethënë sa ndikan në personalitetin e fëmijëve tonë, njerëzve tonë që e shikojnë për shtëpisë. Hoxha shumë. Domethënë dhuna që shihet se fëmia kur e qyr dikon në televizion, e ka një farë admirimi, një farë pëlqimi, një farë për ato që është aty. Shumë e vërtet. Paka shumë që secili ka qef me konë që ashtu si ai që shfaqet në televizion. Si model e merr po. Edhe e merr bashkë si model. Edhe që mendoj që është paka shumë problemi i kohës moderne të na. Shumë e vërtet. Se në të kaluamën, domethënë në ekran televiziv vjen shfaq artista meritorin, shfaq njerëz me kogja prapavi meritore,